Dhe Ramazani vije dhe na tregon që o njeri, o besimtari i Allahut, ti duhet përqendrohesh në pasuritë e shpirtit para pasurisë trupit, para pasurive materiale, sepse kjo jep kuptim jetës tënde. Andaj ktheu tek Allah. Prandaj agjërimi, namazi, sadakaja, dhikri, leximi i Kuranit që bëhet në Ramazan, neve na rikthen këtë besim. E që realisht është rikthim në realitet. E këta të devotshëm e kanë frikë Allahun edhe kur i kryjnë punë suksesshëm. Dhe kjo është prej përkushtimit tyre serioz që e kanë pas, por në anën tjetër edhe prej frikës nga humbja e shpërblimit madhor, pas gjithë atij investimi që e kanë bërë. Allahu këtë po tregon Kur'an duke thonë: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun." Edhe ata të cilët kur japin, këtu përmendet dhënia e pasurisë materiale, pra dorëdhënia për hir të Allahut, por paralel me të pastaj përfshihet çdo vepër e mirë, çdo ibadet, adhurim ndaj Allahut. Ata edhe kur japin, edhe kur i kryjnë punë shumë mirë, prapë kanë një lloj doze të frikës se mos vallë s'po pranohen këto vepra, për shkak të sinqeritetit për kushtim, për shkak se në zemrat e tyre s'ka mendjemasi. Mendje madhe thotë, sigurt e kam të pranuar se e di çka kam bë. I sinqerti, i përkushtuari, i thjeshti, modesti karshi Allahut, edhe kur i përmbush gjitha përgjegjësitë maksimale, prapë çështën ja dorëzon Allahut. Nuk ja atribon aftësive të veta, mundësive të veta, por çdo herë Allahut, sepse ne nuk i dim as fshehtsitë tona të brendshme. Ne nuk e dim as zemrën tonë, nuk e dim madje as a e kemi rujt një jetën e pastër që e kemi nis apo se kemi rujt. Këtë di vetëm Allahu. Prandaj ne çështet ja dorëzojmë Allahut. O Allah, unë i bona krejt çka pata mundësi. Krejt që shtim them unë mundova me i përmbush përgjegjësitë e mia karshiteje, por ti e din se ai kam të pranuar, po ta dorëzoj ty. E Aisha është çudit kur e ka dëgjuar këtë komentim të këtij ajeti nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë ja Rasulullah, a është fjala për gjunaqar? Sepse ka menduar që gjunaqar duhet më tut kur ti bëjnë veprat e mira edhe si pranohen. Pse? Gjunahu duhet të jetë pengesë për mos me të pranuar vepra e mirë. Parimisht, logjikisht ashtu duhet me qenë. Por Allah këtu po flet për një nivel tjetër besimtarësh. Po flet për nivelin më të lartë besimtarë. Po thot, jo, pejgamberi Allah po thot, jo, Aisha, jo, o je bija e Sidikut, sinqertit. Dhe fjala është për ata që falen, që agjerojnë, që japin sadak, të cilët edhe kur i kryejnë këto vepra të mira, prap kanë frikë se mos vallë s'kan më pranuar tek Allahu. Për shkak të sinqeritetit në veprim edhe për shkak të asaj se ata nuk dëshirojnë me humb atë që e kanë ndërtuar me mund, nga se e dinë që çdo gjë vije pe Allahut dhe çdo gjë pranohet vetëm pe Allahut subhanahu wa taala.